Shkoj këtu ja. Nga e pak tamë shohim aty, ujësjellë, sterilizimi mirëdijë. Tani, unë nuk do merrem me ujësjellë si sot, por do merrem me një projekt shumë interesant që ka sjellë mirëdijë Arbrora Leti. Këto janë ambientet, të cilat ambientet kanë qenë shkatruara totalisht. Çfarë do të thotë me marrë të rikuperosh në mënyrë gjeneroze dhe të bësh një gjë të shkëlqyer për gjeneratën e re, për fëmijët. Është një aktivitet që do bëhet tani për të përruar disa ambiente që do funksionojnë në mirë edukimin e fëmijëve të rrëshenjtë. Të ndjekim këtu në pra ambientet. Nëse vide City Education partneritet që ndrushë të Arbrora e tashuaj. Edhe të gjitha të City në mira. Gjitha të City. Dhe kjo është dera, drita skemi në fakt, sot ka ndonë, shumë ja, harmonia e mirisë. Edhe futemi këtu dhe shi, ja. Pra këto, unë kam bërë njërë që kam bërë një emision, dëgjoha ishte e abandonuar, e shkatruar, me ndërë ke pasun të bukur. Kam Arbrorën, ku është Arbrora? Masira. Kam Arbrorën këtu, Arbrora. Shiko Arbrora, pas ka ndryshuar gjithë ambientet këtu. Jemi përpjekur. Ku kam bërë para sa kohë, shtu ka qenë nëmë. Jemi përpjekur. Po me çfarë projekti kemi bërë? Atëherë, ky është një nga 3 iniciativat e përzgjedhura nga Partnerë Shqipëri, të prezantuara në Giving Circle, quhet, janë radhët durus, që Partnerët Shqipëri e realizojnë çdo vit. Aty është një ambient me profesionistë, me biznesmen, me financues të ndryshëm, të cilët dëgjojnë thirrjen tonë, prezantimin tonë, dhe pastaj, në bazë të vlerësimeve të tyre, ndihmojnë për realizimin e një projekti apo një thirrje. Okej, në të, ti ke konkurruar? Ky projekt, po. Ke konkurruar? Po, kam. Sa një që në konkurs? Kemi përzgjedhur vetëm 3. I përzgjedhur 3. Nuk e di sa shumë, nga që Shqipëria jemi përzgjedhur vetëm 3. Vetëm 3. Një në Rrëshen, një në Durrës dhe një në Tiranë. Edhe e ke sjellë në Rrëshenjë. Dhe soan të I ke shtu një pasuri Rrëshenjëve të ishte kënaqësi, është një ëndër që unë e kam për vite për të realizuar. Për të realizuar një qendër për trit, për fëmijë. Është ëndër. Bro, shikoj tash, se mirë se ju nuk e dini si ka qenë ky veni këtu. Shikoj këtu. Ale shikoj ja. Shikoj. Shikoj si është ja. Por e thjesht më ndryshu këtë gjë domun, leje çfarë kanë për mbajtje për këtu. Tani të shohim rëndësi kanë projekte që ti të marrësh sa më shumë njerëz që ndihmojnë, institucione që ndihmojnë, kush ka ndihmuar. Atëherë, për realizimin e hapjes së kësaj qendre, kanë ndihmuar institucione dhe persona individ. Institucionet janë NOA, janë ACPB, është Grant Thornton, është Lejtiza. Edhe Lejtiza, shikar nga Pugaj, edhe Lejtiza. Po. Se shika, ka një gjonë, e kemi këtë një ditën plot me ujë, ka ujë kudo, nuk kemi asnjë fabrikë, fare, nuk kemi një marsh. Edhe tani, se po t'ishte një marsh të një ditë, një mund ajo me the, dhe ka nga Lejtiza me një mund të, ka shumë rëndësi ky fakt. Komshie kemi dhe. Po, jemi këtu. Am Education. Tu, po. Është Bureau of Administration, që është i Kredins. Kjo është Giving Circle, pra kjo është e gjithë ajo le të themi rratë durus. Okej, shiko tani këtu, po është EMA. Është EMA, është SKIDER, është linja e këshillimit për gratë dhe vajzat. Po. Është Kredokal. Ka janë personazh. Ky është Mentropikia. Po. Kjo është Kraja, Pistoli, Iliriani dhe Lani, që janë individ të cilët kanë dhuruar për realizimin dhe për hapjen e kësaj qendre. Ja, mentori, Mentori, patjetër mentori. Faleminderit mentor. Faleminderit, ka ardhur këtu më shën po. Kemi bashkuar tani të shohim. Kemi dhe Abi Bankën, po. Një ndër investuesit më të mëdhenj dhe Credit Bank. Edhe Credit Bank. Domethënë, se ka rëndësi për të bërë një projekt me themel, një projekt që të rezistojë gjatë, do të rezistojë gjatë, patjetër, Patjetër. Po nëse nuk ka shumë rëndësi që të lidhet gjithë këto asociacione po I quaj kështu zhvillimore, Absolutisht. Edhe shumë rëndësi, edhe këto I mbledh kjo Arbrora e vogël këtu. Me një ndritur Arbrora. Atëherë këtu Arbrora. Tu pasi bon për zejt, Këto janë punimet e Klarës.
Të kujt janë? Të Klarës. Të Klarës. Klara për të filmuar. Po. Shumë Këto bukur. janë fëmimet artizanale Po. të Adelinës. Që ke Adelinën këtu, do të vazhdoj edhe me kurse. Do jetë pjesë e Me kurse. kurseve Për artizanat. Pra shumë po, shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Klara do Okej. jetë me pikturën. Okej. Tani vim të shohim më kaloj çim në pramje të shohim. Atëherë, këtu kemi një zyrë të vogël, të cilën unë dhe gjithë stafi do punojmë. Edhe, hajde pak, hajde Klara, hajde pak shikoj. Shiko. Shiko që në brora, sa ke të voglin në brora? 2 vjet. 2 vjet. Pra ka ardhe me fantastike kjo. Do më sa brora, është 9 fëmijësh, brora ka 3 fëmijë, apo? Të voglin, që e merr gjithmonë edhe me projekte me veti. Sa rëndësishme, e zyrë komode, e bukur, e vogël, por ku bëhen gjëra të mëdha. Vazhdojmë këtë tjera. Shohim çik këto. Këtu kemi veklat muzikore, Jetë pra me kurset e muzikës që do të fillojmë, me kurset e pikturës dhe me artizanales. Ani ka një gjë, pra këtu janë kurset e muzikës, që kemi. Që kemi pianon, Pianon, kemi po. violinën, Shushu që ke fut violinë këtu. Po. Rëndësishme janë kitara. Kemi kitarën dhe çiftelinë. Çiftelinë normal që do jemi këtu. Po. Edhe Por do shtojmë akoma. Do shtojmë akoma. Patjetër. Sepse shiko këto janë gjë imagjinoj se sa mund të vinë. Fëmijë vjen më shumë, pra është e nevojshme ta them fund fare. Po. Edhe një apel që të shihet për të zgjeruar ambiente dhe për të ambiente sepse ja vlen më vonë ne do vim ta vizitojmë duke pas fëmijë e tjerë në rrugë, është shumë e rëndësishme kjo. Edhe këta punojnë në vullnetar, apo punojnë këto. Patjetër i gjithë stafi do jetë vullnetarisht. Okej, atëherë ke muzika, të dy andat, Shqalçi, Andi Gjoga, një moj arbrorën, okej? Hajdeni! Hajdeni këto si ju prete, po vazhdojmë këtë tjerë. Këtu do punojmë me informatikën dhe gjuhën italiane. Pra, me informatik edhe me gjuhën italiane. Shiku janë kompjutra, sikur kompjutra, janë kompjutra të ri, dhe që kemi goxha. Janë kompjutra të dhuruar të gjithë nga donatorët që përmendën pak më parë. Kompjutra të dhuruar, dhe kjo është që për e di që ka shumë e nevojshme fëmijë që të njohin programet kompjuterike, të hecin, të bëjnë, është gjë shumë edhe gjuhë italiane, nga teknologjia, le të themi e rëndon e përditshme me telefonin dhe të përdorin dhe të mësojnë si përdorin një Word, një Excel, diçka në kompjuter. Një mërkulli. Kemi dhe sallën e madhe. Sallën e madhe, shkojmë çika ti. Shiko, kur kam kalu para një 2 vjeç në muzikë, si ka qenë kjo. Ja, ti çe mërkulli shkon. Se tu tani kemi qenë ke koktejl, kemi bërë koktejl. Tu te salla madhe, sa po mbaruam koktelin, kështu që Tani kjo sallë. jemi pak. Atëherë, kjo sallë do të shërbej për gjuhën angleze, do të shërbej për le të themi studimet pas shkollës. Si studim pas shkollës. Nxënësit pas të marrë shkollën, mund vinë dhe studiojnë në mënyrë të pavarur, të qetë, të lirë, me një mësues i cili do t'i ndjekë dhe t'i mbajnë gjithësinë duhur, dhe ata mund vinë dhe punojnë. A ke kriju rritin e mësuesve për shkak që a janë vullnetarë, Vullnetar. Pra dhe herë vullnetarë, se kur a di se tu thuhet kush merr projekte vetëm puna ke lek. Po jo, Kam vullnetar. mësues, kam prind që vinë vullnetarisht që punojnë. Po. Tani kjo Dhe është unë do ta bëj edhe një thirrje për prindrit, për gjithë ata prindër të cilët dëshojnë veten të kemi specialistë në një fushë, që është nga ana financiare, të mësojnë fëmijët që të vegjël mbi financa, mbi kursimin, që nga ana po them mund thjesht parukeri që mund vitë mësojnë fëmijët si të rritin flokë. Pra të vinë dhe ta ndajnë një orë me gjithë grupin dhe mbi gjitha të krijojmë një bashkëpunim më të fortë të prindërve. shumë. Të mësojmë mbi edukimin e prindërimit. Okej, shiko tani. Tu ka vetëm kompjuter, shkoti numër. Sa kompjuter janë? Shika si kjo e. Vetëm kompjuter. I kanë sjell donatorët për ne. Po i ke sjell tisë, i kanë I kanë sjell donatorët për ne për fëmijët tanë. Ja, urdhëra, ja. Ja shik.
Me thosh mes kompjuterëve ka lezet, jo mes telefonave gjithë ditën kalamajta ti u bën robot antisocial. Mërshme. Edhe shiko, Aurora, unë kam jek në projekt. I ka disa koqë në projekt. Që mersh në projekt e shkolla, edhe do më je një aset, realisht një aset dhe je një shembull për punon. Tani, ti ke aktivizu këtë fëmijë, po thëmë fëmijë në këtë rast, kjo qenër e vogël do përfit fëmijë. Dhe tani kemi, dhe më thënë që janë të regjistruar kemi 60 fëmijë. 60 fëmijë. Po, që do të fillojnë nga e hana në. Pra që kanë dëshirë. Është shumë rëndësishme kjo. Ndërkohë, unë do të bëj një apel edhe kryetarit bashkisë, Bert ndigjo sa dhe pak to, të bëj një apel që ky qytet ka nevojë për njerëz si Aurora, ka nevojë për projekte të tilla që lanë gjurmë tu. Po jo që vinë marrin projekte, ai ku nemër të mirëditës e nuk lanë asnjë gjurmë fare, po të lanë gjurmë të tilla. Unë mendoj që ka nevojë shumë për të zgjeruar këtë lloj projekti, ka nevojë për të pas një fashë më të gjerë njerëzish, pjesëmarrës kanë shumë nevojë. Do unë mendoj që po them edhe ke shtresat që janë shtresat vulnerable. Nana fëmijësh, këshillime psikologjike tjerë, mi thuj ma qarti, ku mund fokusohen projekte të tilla, qoftë edhe për moshat të tilla. Projekt Mirdita, fjala projekti Mirdita është i gjithfushëm. Në çdo lloj fushë të mundshme ka nevojë për projekte. Ka nevojë për projekte për persona me autizëm. Nevojë për nënat që kanë fëmijë me autizëm. Që kjo është thjerë edhe mund të jetë projekt jo vetëm për Mirditën, por mund të jetë kombëtar, për shkak se janë prindër që kushtojnë gjithë jetën pas një fëmije dhe në fund nuk kanë as pension, as një parë. Që janë shtresa për moshë më në nevojë tani. Janë mosha e tretë, për cilët po përpiqen me një projekt ndërkombëtar, nuk e di do kenë suksesin, por që në mosha e tretë, të cilët sot marrin pensionin, e marrin bankë, e para nuk ka një vend ku të rinë, po të bëjnë muhabet me tjetrin, lirshëm. Apo të kenë një vend ku të luajnë, po të luajnë shat, të luajnë letra, të luajnë domino. Dhe pastaj tjetra e shoh kur pse ne mos tulemi ose le të themi një projekt të vogël, ti mësoj si më të heq ato lekë vetë apo. Si më përdor ata, le të themi një teknologji të vogël, të thjeshtë fare, pse mos ta bëjmë vetë? Nuk jenë gjithmonë të varur nga fëmijët, dhe mos jenë asnjëherë independent. Kjo, jam shumë dakord, por çelë, ndërkohë që unë avancoj pak, për shembull, unë i shoh pensionistat me një sy tjetër. Kam parasysh një roman fantastik, Ura mbi oqean të Albana Mundjushi. Dhe ajo është martuar italian me amerikan. Dhe kishte vjerën gjallë, po ishte një gjë fantastike në mënyrën se si ka sjell jetën amerikane të një nuse që shkon nga Mirdita në Amerikë. Dhe ndërveprimi, bashkëveprimi me vjerën. Dhe ka sjell artistikisht, por ashtu dhe unë i thash si ke sjell fabulën e kësaj, po tha për jashtë vjerës. Por ajo që thotë ishte 90 e sa vjeç dhe kur tha unë i thosha si të gjyshe, ajo nuk të fliste, sepse nuk e percepton moshën 90 e sa vjeç. Tani këtu ne, bën 60, shkoj 70, vdesin aty në stol. A ka nevojë që këto njerëz, të mbahen përmes projekte të tilla, përmes qendrave, të kenë një ambient. Të kenë një ambient ku ata të aktivizohen, të lëvizin, të bëjnë edhe gjimnastikën, të bëjnë gjitha ato, të ta jetojnë shëndetshëm, domethënë çdo po jetë së tyre. Të ketë persona përgjegjësit merren me punë, që t'ia. Po aktikisht. Ambient dhe person që merren në mënyrë sa më direkte. Okej, unë të falenderoj shumë Aurora, ndërkohë tani unë të ofroj ndihmën time kur kesh nevojë për ndonjë gjë, për ndonjë temë, sidomos që lidhet me mediat, me rrjetet sociale, me atë që ne quajmë tani bosi rëndom, udhëzimi përmes rrjeteve sociale, çfarë antikorpesh mund të krijojnë fëmijët ndaj rrjeteve sociale të tjera me radhë, unë do jemi gashëm të bëhem unë pjesë të stafit vullnetar. Ja, kjo është. Ja dhe një vullnetar tjetër. E ishim me Aurora e ky projekt fantastik. Faleminderit shumë. Unë do ju vërzis pak me 2 fjalë. Faleminderit gjithë që erdhët.
Sot shënojmë hapjen e qendrës Harmonia e Fëmijërisë. Është qendër ku do të ofrojë kurse mbështetëse për fëmijë për shtetin e shtetit dhe edhe të emergjitës. Kurset do të nisin nga gjuhët e huaja, informatika, piktura, muzika, artizanati. E gjitha kjo qendër është palë përzgjedhjes një nga 3 nismave nga gjithë Shqipëria, nga Partners Albania, që janë partnerët shqiptar. Pra ishim një nga 3 nisma që bën prezantimin. Dhe palë mbështetjes kryesore të Abiban, të drejtorit bashkimar që kemi sot, që mu një duartutike të madhe një talentuar. Dhe përveç Abiban, cilët sot ishin pamundur të ishin, investitorët të kësaj qendre janë NOA, është ACPD, është EHISA, është Thortos, Am Education, është Credo, është Skidev, është India Këshillit për Gra. Të gjitha ja funksionojnë në Tiranë, është dhe Credit Bank. Dhe Am Education, e cila na ka punu pjesën e qendrës pa pagesë shëraje. Këto janë ata që kanë investu për ne si qendër, për mirëgjitën dhe për jetën e tanë. Kështu që nga vita hënë në vazhdim, fëmijët janë të mirëpritur për gjitha kurset, dhe ajo që ne kemi marrë përsipër si staf i organizatës të përtyrin e balancën dhe programin, është që të ofrohemi për gjitha kurset në mënyrë vullnetare. Pra secili prej nesh do jetë pa pagesë. Faleminderit shumë që qëndrisërisë, qytetisë, të gjitha traditën. Këndo kemi shumë nevojë. Po. Patjetër, secili prej tyre, ka sjell dikush ka sjell mjete, dikush ka sjell botë një rafta, dikush tavolina, dikush vlerë monetare. Por taj kemi pas më profesori. Jemi më, kurse pas dite ka njërë? Pas dite? Pas dite, profesori ka njërë. Ma interesën. Ja shkollore, ose po them unë duhet vinë bëjnë detyrat, ka nevojë për një orë qetë, për që punojnë detyrat mas dite, janë të mirëpritur, do kenë ditët e koka, që të mbaj qëtësi, të mbaj rregullin, nga ata punojnë. Po si po është avrora? Nga klasa e parë dhe tek vitin 3, 4 që të semestrë. Dhe shkolla mesme? Arsimi parë universitar. I gjithë arsimi për universitar. Pak vera, pak bravo. Biles më. Kolla pa vjetë? Edhe që nga folën. Nga të rusëm drejtor, hajde është.